Vëllezër të dashur, Hazreti Yunusi çka bani? Ja kthe shpinën masës. Ja kthe e çka bani? Hipi në anije, dalëm atë detit, që jetoje lart prej tyre, që ndërmjet atij edhe xhamatit, edhe umetit qese deti, që kontakti qese shumë i vështirë, që mos kenë mundësi ato të shkojnë mbrapa. Mirë pa ato, kur e pa se Hazreti Yunusi i kalon, ka ik, a di çka than? Mbas i ka hik Hazreti Yunusi prej neve, Allahu më xhelal nuk na çet dënim të rënd, a pendohemi? U pendu, u përmirësu. Hazreti Yunusi në anije po don me u fundos. A i drejtuesi anije sa o burra, anija pak tepër e ngarkuar, njoni prej juve duhet me u largu. Me u largu prej ku? Me zdri prej autobuzja? Jo, me zdri prej autobuzja shumë letër. Me dal prej anije, e kur del prej anije, dikush shkon, nuj, fundose. Tha, dikush prej juve duhet me dal prej anije, os kush nuk del. Tha, hajde bonje me short. E nëzorën shortin, krejt e hecën shortin, ati shkruan, duhet me dal prej anije, vetëm një. Edhe ndajnë shortin, ajo letra që shkruan duhet me dal prej anije, i bie Hazreti Yunusi. Kur e lexon duhet me dal prej anije. Than, ajde mbarë, burra, gajret, pejgamberi Allahut, se bashki dale prej anije. Hajde dikush tjetër, s'pati guxim asni. Ani burra dikush tjetër vullnetarisht, në vend të Hazreti Yunusit hudhet në det, ato të shinkon që hudhet në det, e si kish lanë, që e pjesin, që preqatini. Ato që ishin ani, ishin preqatyre, që ka ik Hazreti Yunusi, asë një. Edhe një herë, 3 herë i bjen Hazreti Yunusi. Hazreti Yunusi e pa mo, s'ka mo. Edhe hudhet në ujë. Me hudhjet në ujë Hazreti Yunusi e kapën një peshk, i maf, edhe e gëltit. E gëltit Hazreti Yunusi. Edhe s'peshki si peshk. Edhe hudhet në fund detit, Allahu alem sa kilometr thejrë. Hazreti Yunusi bat peshk. Allahu dhul Jalal thot fanada fi dhulumat. Ju lut Allahu dhul Jalal me ersira, 3 ersira e ka pru. Ersira e parë, ersira e barkut të peshkut, në terë, para me ndohë, në bark peshkut. Ersira e dytë, ersira e thellësisë të detit. Ersira e tretë, natë, pra në erë e mbi erë. Hazreti Yunusi çka tha? La ilaha illa ente, nuk ka zot tjetër përveç teje. La ilaha illa ente, subhanek, i lartë madhruar jeti, o zot, i patëmeta. Inni kuntu mina zalimin, unë jam zullumqar. I vetë vetës, çfarë ishte zullumi? Se ja kthe shpinën popull. Ki ishte si dënim, por kur tha la ilaha illa ente, subhanaka inni kuntu mina zalimin, Allahu dhul Jalal i tha peshkut, hecë në qoshajën, bregdet. Edhe peshku e nxjerr prej barku. Hazreti Yunusi e gjen vetën vetë. Mirë pa di ku e nxjerr, bashkë në atë vend ku shkarkohen anijet. Jo nuk e lanë vend shkretin të humbet, po bashkë të vendi ku shkarkohen anijet. Atje edhe vinë, ma vohën dikur vinë anija. Kur vinë, Hazreti Yunusi ka marrë disa gjethe, thojnë ulemoj, disa gjethe fiqi. Edhe ka mblu trupin, pak ka hinzal, pak ku ka mbulu. Kur erdhen ata e gjetën, Yunus hajrolla, ti ka dule, erdha me një anije tjetër. Me një anije, por kjo nuk ishte anije prodhuar pre dorëve të njerëzive, ishte anije pre Allahu dhul Jalal. Pra ishte peshku, anija, e cila e barti Hazreti Yunusin. Po e në të jonë kosh dhe zërë të dashur, pra kur njeriu pendohet, Allahu dhul Jalal e shpëton nga çdo rrezik.